ju njohi me shtypin e ditës e mërkur 14 maj, në faqen e parë të gazetës Panorama do të lexoni numërimi i votave, PS udhëheq me 83 mandate, PD zbret në 50, deputetët e rinj, sipas shifrave zyrtare të KQZ-s, votat në çdo qark të përkthyera në mandate japin një tablo ku Partia Socialiste kryeson thellë, socialistët kanë marrë tjetër deputet në Vlorë duke shkuar në 83 mandate, ku rezultati më të mirë e kanë në Tiranë, Fier, Durrës, Elbasan dhe Vlorë. Koalicioni të kryesuar nga Partia Demokratike ka ikur 2 mandate duke zbritur në 50, sa u përket partive të tjera, PSD e Tomdoshi të shforcë tret me 3 mandate. Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet ka 1 mandat, Lëvizja Bashkë 1 mandat, por cilët janë deputetët e rinj në kuvent, të plotë shkrime gjeni në faqe 2 dhe 7. Nga Meloni, Stermer, Sanchez dhe Zelenski e Plenković, liderët e Europës urojnë Edi Ramën për fitoren e mandatit të 4. Konkurruese dhe të qeta BE certifikon zgjedhjet, Berisha nuk njeh rezultatin, njofton protestë më 16 maj, buxheti 10 milionë euro për korporatën e investimeve, lista rindërtimi në kombinat dhe të 1 maj, pronarët që do të shpronësohen. Zjerm ndez Eurovisioni shkon në finalen e 17 majit, nga Ben Andoni do të lexoni Shqipëria moderne po shfaqet arkaike. Këto e të tjera i gjeni të zgjeruara në brendësitë e gazetës Panorama. Eci mëtej me Telegrafin, Partia Socialiste triumfon në zgjedhjet e 11 majit, socialistët në udhëheqjen e Edi Ramës marrin mandatin e 4 duke korrur plot 83 mandate me mbi 52% të votave. Rama deklaroi se vota e emigrantëve për Partinë Socialiste është besim, po u japim një imazh që i bën krenar. Kryeministrat e Italisë, Spanjës, Britanisë urojnë Edi Ramën për rikonfirmimin e tij si kreu i qeverisë shqiptare. Në një intervistë për italiane Corriere della Sera, kryeministri Edi Rama theksoi se në vitin 2030 Shqipëria do të jetë gati për në Bashkimin Evropian. Presidenti Bajram Begaj pret pjesëmarrësit e Lea Albania dhe drejtuesit e ADF-s, e ardhmja e eventit është në duart e të rinjve. Emrat sipas qarqeve, ngushtohet gara te lista e hapur, ja kush janë kandidatët që kanë siguruar mandatin e deputetit dhe pretendojnë kuventin. Votimet ndisen pazaret, kreu i KQZ Seli Bashi, tender 430.000 euro për pamje të arkivuara. Fiton Smarmatik, politik, Berisha, miq që vinë në ditën e samitit të BE-s duhet të dëgjojnë zërin e një populli që kërkon të votojë lirë. Plas skema e manipulimit të votës në KZAZ, sipas trenit bullgar, ja fletët e votimit me ngjyrë tjetër. Kto ishin disa nga titujt kryesor të gazetës Telegrafi. Vazhdojmë mëtej me ditën që çelet me kry artikullin. Fund më dëshpërues s'ka. Me rezultate në dorën e dim sot se PDRA me dorën e Sali Berishës në një hond të tillë përfaqësimi se epoka e lulit, po duket e ndritshme edhe pse që as pak e tillë. E dyta herë që organizon protestë teksa liderët evropian vizitojnë Tiranën, por me një ndryshim. Atëherë merrte një goditje nga një çeku i libruar, po kishte shumë më tepër vota e mbështetjes se tani. Kishte në krah dhe Ilir Metën që sot se ka më. Seli Bashi, Berisha dhe proteste e lajmëruar ditën e samitit europian në Tiranë. Nëse ndokush nga europianët pyet kush po u lëret atje tej, le t'ja shpjegoj dikush me qetësi, është një njerëz që nuk ka njohur as Bajanakun, s'ka si të njohë zgjedhjet. Kreu i ARSH-s pritet të merret i pandehur nga SPAK për shkeljet e barazis në tendera. Në Tiranë gara brenda llojit për mandate vazhdon deri në kutinë e fundit. Shumica dërmuese e fituar nga socialistët në zgjedhjet parlamentare nuk i kanë ndaluar përplasjet edhe për disa pak vota në qendrat e numërimit për diasporën dhe Tiranën, të cilat ende mund të ndryshojnë fatin e disa mandateve. Qeveria i kalon 1 miliard lekë Mira Muratit për të financuar kontrollin me inteligjencë artificiale. Opinion për ata demokratë që braktisën Berishën. Gara për drejtorin e ri të BKH-s lë jashtë Hajnajn. Takimi më 15 dhe 16 maj, samiti i komunitetit politik evropian paralizon kryeqytetin. Të plota këto shkrime i gjeni në brendësi së bashku edhe me artikuj të tjerë. Dhe si gjithmonë në fund gazeta Panorama Sport. Rogozhina e vogël trofe të mëdhenj, dominimi nga Shqipëria mesme me 2 tituj, 2 kupa e 1 superkup, Agim Demrozi arkitekti suksesit të bardhë dhe jeshilve, triumfi, klubi feston deri në orët e vona me tifozot, Mercato nis me njëherë, akord me Selmanin e dritës, Vllaznia stuhi në Shkodër brenda pak orëve ikin Bërdariç dhe Osmani, Kuqe Blut, dyshja konsiderohet fajtore për dështimin në finalen e madhe, vjoj me Formula 1 në Imola Piastri shënon rekordin e Senës,
Speciale preludi luftës 35 vite nga shkelmi Bobanit. Itali, Milan i Bologna, nata për trofeun e Republikës. Spanjë, sfida e fundit. Carleto projekton Barçën kampione. Liverpooli, Frimpongu do të jetë pasardhës si Arnoldit. Dhe me titull kryesor të gazetës Panorama Sport e përfundojmë leximin e shtypit për ditën e sotme.